Transformimi i Leonora Jakupit, ndryshimi i saj që po bën bujë. Këngëtarja e njohur Leonora Jakupi, e cila ka qenë në qendër të vëmendjes për angazhimin e saj si opinioniste në BBVK, ka vendosur të ndryshojë pamjen e saj. Me një stil të kuruar dhe një pamje gjithmonë të rregullt, Leonora është një nga figurat më të njohura në skenën muzikore shqiptare. Ajo shpesh tërheq vëmendjen për zgjedhjet e saj të guximshme në modë dhe pamje. Së fundmi, ajo ka bërë një ndryshim të rëndësishëm në pamjen e saj, duke zgjedhur një ngjyrë të re për flokët. Ky transformim ka ndodhur në duart të frizerit të njohur, Kaci, i cili është i famshëm për stilizimin e figurave publike. Leonora ka ndarë këtë transformim me ndjekësit e saj përmes një Instastory, duke treguar se si duket pamja e saj e re. Ky ndryshim ka shkaktuar reagime të shumta nga fansat e saj, të cilët janë gjithmonë të interesuar për stilin e saj. Shumë njerëz janë të kuriozitetit për të parë se si do të ndikojë kjo pamje e re në karrierën e saj muzikore. A do të sjellë ajo një frymë të re në muzikën e saj, apo do të mbetet e fokusuar në stilin e saj të njohur? Transformimi i flokëve është një nga mënyrat më të njohura për të shprehur ndryshime në jetën personale dhe profesionale. Leonora, me këtë veprim, tregon se është e gatshme të eksperimentojë dhe të sfidojë veten. Me këtë ndryshim, ajo jo vetëm që e freskon pamjen e saj, por gjithashtu i jep një mesazh të fortë për të gjithë ata që e ndjekin. Ndryshimi është një pjesë e rëndësishme e rritjes personale. Ajo inkurajon të tjerët të provojnë gjëra të reja dhe të mos kenë frikë nga transformimi. Si gjithmonë, Leonora mbetet një figurë frymëzuese për shumë, dhe ky transformim i ri është një tjetër dëshmi e guximit dhe stilit të saj unik. Çfarë mendoni për këtë ndryshim? A do të jetë ky një hap i ri në karrierën e saj? Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.